Irani është goditur këtë të shtunë nga disa sulme ajrore izraelite pas përfundimit të kohës së negociatave për marrëveshjen e armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara e cilësuan këtë si sulm parandalues, ndërsa njoftimin e bëri ministri i mbrojtjes Israel Katz, teksa shpalli gjendje të jashtëzakonshme në të gjithë vendin për shkak të pritjes së një kundërpërgjigje nga Irani me dronë dhe raketa balistike. Sulmi vjen dhe në një kohë kur tensionet në Iran janë të larta pas përfshirjes nga protestat kundër regjimit. Ky sulm është më i madh krahasuar me mbastisjet ajrore të qershorit ndaj impianteve bërthamore iraniane, kështu raporton The New York Times duke cituar zyrtar të administratës amerikane. Ndërsa agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi 3 shpërthime në qendër të Teheranit, tym të dendur i cili ngrihej nga qendra e vendit, ndërsa agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi 3 shpërthime në qendër të Teheranit. Fars gjithashtu raportoi se raketat goditën lagjen qendrore jo murit të kryeqytetit dhe rrugën ku ndodhet Universiteti i Teheranit. Autoritetet në Teheran kanë inspektuar të gjitha zonat e prekura dhe kanë rritur masat e sigurisë në kryeqytet. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftoi se nisi kundër sulmin sipas një deklarate të postuar nga agjencia iraniane e lajmeve Tasnim në Telegram, në përgjigje të sulmit armiqësor dhe kriminal të armikut ndaj Republikës Islamike të Iranit, ka filluar vala e parë e gjërjes sulmeve me raketa dhe dronë të Republikës Islamike drejt tokës së pushtuar, thuhet në deklaratë. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei nuk është në Teheran dhe është transferuar në një vend të sigurt pas sulmeve, tha një burim zyrtar për agjencinë e lajmeve Reuters. Ndërkohë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu reagoi pas sulmeve dhe përmes një video mesazhi falenderoi presidentin amerikan Donald Trump, teksa shprehet se Irani ka nevojë për ndryshim regjimi.